Është pothuajse pamundur të kuptohet se çfarë shpreson realisht të arrijë presidenti amerikan Donald Trump me luftën e tij dhe të Izraelit kundër Iranit. Sipas gazetarit britanik Jonathan Cook, nuk ka një logjik të qartë nga Washingtoni sepse autori i këtij sulmi nuk gjendet as në shtëpinë e bardhë dhe as në Pentagon. Ky plan u përgatit në Tel Aviv dekada më parë. Pra, këto duket të jenë objektivat Netanyahut dhe vetëm të tij, ndërsa për dekada me radhë ka kërcënuar se Irani po zhvillon armë bërthamore. Nga ana tjetër, Europa e ndihmoi Izraelin të zhvillonte bombën e tij, ndërsa SBA mbylli syt edhe kur udhëheqësit izraelit përqafonin një doktrinë vetvrasëse të njohur si opsioni Samson, sipas të cilit Izraeli do të preferonte të shpërthente arsenalin e tij bërthamor sesa të pësonte një humbje ushtarake konvencionale. Opsioni Samson nënkupton se asnjë shtet tjetër në lindjen e mesme nuk duhet të lejohet të fitojë një bombë dhe kështu të barazojë fushën ushtarake me Izraelin, sepse nëse Irani do zhvillonte armë bërthamore, Izraeli do të pushonte së qeni shteti ushtarak klient më i dobishëm i perëndimit në lindjen e mesme të pasur me naftë dhe kështu nuk do të kishte kuptim ekzistenca e tij.